Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit studimi I fundit. Personat që vuajnë nga diabeti dhe kolesteroli duhet të hanë këtë lloj buke. Receta e bukës që do ju paraqesim në këtë video stimulon prodhimin e qelizave të kuqe dhe hemoglobinës, mundëson largimin e toksinave dhe meturinave nga trupi dhe ul kolesterolin e keq dhe rekomandohet të konsumohen nga personat që vuajnë nga diabet si tonelt.com. Të gjitha llojet e tjera të bukës dallojnë nga kjo sepse përmbajtja e miellit me vlera të ulta biologjike dhe nuk është e përshtatshme për të gjithë organizmat e njeriut. Kjo bukë pa miell është e pasur me proteina, vitamina, aminoacide, yndyrna, karbohidrate dhe minerale. Vetëm përmbajtja e fibrave ushqyese është 20 herë më e lartë se buka e përbërë me miell të parë. Përbërësit që u duhen janë 300 gram grur, 100 gram elb, 2 lugë gjedhe fara susami, 2 lugë fara lini, 2 lugë fara lule dielli, 1 lugë çaj krip, gjysmë lugë çaji maja dhe 50 ml ujë. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Futeni grurin në një enë dhe mbuloni me ujë. E lini të qëndrojë për 3 ditë në ujë. Gjatë këtyre 3 ditëve duhet të ndryshoni ujin grurit. Pas 3 ditëve kulloni grurin dhe futni në blender. Gradualisht shtoni pak ujë të nxehtë derisa të formohet masa homogjene. Më pas shtoni farat e susamit, linit dhe lule diellit. Shtoni edhe 50 ml ujë së bashku me kripën dhe sodën. Punojeni përzierjen me dorë dhe e lini të qëndrojë për 30 minuta. Nuk është nevoja t'i shtoni më shumë ujë sepse gruri në vetvete përmban ujë. Pas 30 minutash e ngrohni në sobë me 220 gradë Celsius dhe e piqni bukën për rreth 45 minuta. Në furrë fusni disa kuba akulli në mënyrë që furra të lëshojë avull dhe buka të dalë më e shijshme dhe më e mirë. Aroma e bukës që sapo del nga furra ka fuqinë të ndezë të gjitha shqisat dhe të ftoj edhe që të konsumoni më shumë në vaktin e ardhshëm. Kjo ndodh edhe tek diabetikët të cilat ndonë se bukën duhet ta konsumojnë me moderim, sërish mund të plotësojnë dëshirën për ushqimet më popullore në bukë. Në këtë video, diabetikët dhe familjarët e tyre do të mësojnë për alternativa më të shëndetshme të brumit. Buka me fibër. Buka e përgatitur me dritë të plotë e pasur me fibër është më e mirë për diabetikët. Sipas ekspertëve, tërshëra dhe embrioni i grurit janë ndër drithrat më të shëndetshme. Ata shprehen se diabetikët duhet I përmbajnë sasive të rekomanduara të karbohidrateve në një vakt, por gjithsesi mund të përgatisin vetë bukë me përbërës të shëndetshëm. Përbërësit më të shëndetshëm të bukës. Një bukë e shëndetshme duhet të përmbajë përbërës të pasur me proteinë, yndyrna të mira dhe fibër. Këto përbërës do të pengojnë rritjen e shpejtë të niveleve të sheqerit në gjak. Të dhënat e shoqatës amerikane të diabetit të cilave u referohemi thonë se buka e bardhë e përgatitur me miell të përpunuar duhet të zvendësohet me bukë të bërë me miell 100% me dritë të plotë. Mundësisht mielli I drithit të plotë dhe I bluar trash dhe I rekomanduar për një bukë jo vetëm të shijshme por edhe të shëndetshme. Personat që vuajnë nga diabeti mund të shfrytëzojnë në shumë receta duke zvendësuar miellin e bardhë me miell të drithit të plotë, miell bajamesh ose të farave të linit. Këto produkte do ju furnizojnë me proteinë dhe do mbajnë nivele të sheqerit të qëndrueshme, të cilat janë aleatet më të mira për shëndetin tuaj. Buka mund të jetë një produkt I zakonshëm, por sipas raportit global të industrisë së bukës, vazhdon të mbajë vendin e parë në listën e ushqimeve më të konsumuar në botë. Një bukë e zezë nga kokrat e grurit sintetizohet dhe ruan brenda vitaminën E dhe kompleksin e vitaminave B. Vitaminat të grupit B me përmirësim të enzimave të ndryshme marrin pjesë në shumë reaksione dhe zhvillimin e qelizave, kur metabolizimi I mikrosubstancave ushqyese, sinteza e tyre mund të rrisë prodhimin e energjisë. Ekzistojnë disa përbërës të bukës së zezë mbi bukën e bardhë që japin bukës së thekrës një reputacion më të mirë në mesin e nutricionistëve. Buka e thekrës ka fibra të forta që nuk mund të treten. Këto fibra njihen gjithashtu si fibra të cilat përmirësojnë thithjen e ushqimit dhe stabilizojnë traktin tretës. Për më tepër, buka e thekës ndihmon në largimin e substancave toksike të dëmshme nga toksinat nga trupi, prandaj rekomandohet për njerëzit me sëmundje të zemrës. Buka e thekrës ka më pak kalori. Sa më e zezë buka, aq më shumë mjet thekre përmban dhe në përputhje me rrethanat më pak kalori.
Pra për 100 gram bukë thekre ka 174 kalori për dallim nga buka e bardhë që ka për 100 gram 250 kalori. Prandaj të gjithë ata që duan të humbasin në peshë këshillohet të hanë jo bukë të bardhë, por bukë të zezë. Sigurisht ky nuk është një produkt me kalori të ulta, por ende konsiderohet si një dietë, sepse karakterizohet nga ngopja e lartë, gjë që e bën një person të ndihet i ngopur. Përmban më shumë aminoacide dhe vitamina esenciale. Një kokër thekre praktikisht nuk ndryshon nga përmbajtja dhe vetitë e dobishme të mjedhit të grurit, nga i cili është bërë edhe homologu i tij i bardhë. Sidoqoftë, thekra është shumë më rezistente ndaj proceseve të përpunimit sesa kokrat e grurit, prandaj ruajnë edhe përbërës shumë të dobishëm të tyre. Efektet mund të jenë të dobishme gjithashtu edhe për grashtat zana. Buka e thekrës është e pasur me mikronutrientë si magnezi dhe hekuri, të cilët stimulojnë formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe kontribojnë në formimin e duhur të fetusit. Buka e zezë gjithashtu ngre hemoglobinën në nivele të kërkuara. Ajo ka një efekt të mirë parandalues edhe kundër sëmundjeve të rënda. Me konsumin e rregullt të bukës së thekrës, rreziku i formimit të problemeve malinje që çojnë në probleme zvogëlohet ndjeshëm. Kjo e lejon këtë produkt në shfaqjen e diabetit mellitus. Pra, sipas studimeve, shkencëtarët kanë gjetur se gratë që hanë bukë të zezë në vend të bukës së bardhë janë 3 herë më pak të ndjeshme ndaj diabetit. Gjithashtu, përfitime shëndetësore që do të merrni nga buka e thekrës janë një zgjidhje shumë e mirë për trupin. Mjedhi integral ka shumë përfitime në shëndet, duke përfshirë mbështetjen e tretjes normale. Buka e mjedhit integral është e pasur me fibra që përmirësojnë shëndetin e tretjes, dhe personat që vuajnë nga këto shqetësime duhet të konsumojnë edhe bukë integrale. Kështu do të keni përfitime më të mira në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin që mund t'i kanosë trupit edhe në sistemin tretës. Prandaj sigurohuni që të konsumoni bukën e duhur. Një fet bukë normale konsiderohet si një racion, por jo çdo fet është e njëjtë me tjetrën. Ndaj kujdesuni që buka të jetë gjithmonë e përgatitur me dritë të plotë, në mënyrë që përfitimet të jenë më të mira. Po ashtu, racioni ditor i bukës dhe i drithit është në varësi të moshës, gjinisë dhe të aktivitetit fizik. Racioni i drithrave përmban bukë për çdo drithë që konsumoni. Ekspertët thonë se nga të dhënat e grumbulluara, gratë nga 19 deri në 50 vjeç duhet të konsumojnë 6 racione drithë në ditë. Gratë mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë 5 racione drithë në ditë. Nëse burrat nga 19 deri në 30 vjeç kanë nevojë për drithë, ajo është 8 racione në ditë, ndërsa ata nga 31 deri në 50 vjeç kanë nevojë për 7 racione drithi në ditë. Burrat mbi të 50-ta duhet të konsumojnë 6 racione me drithë në ditë. Fëmijët dhe adoleshentët kanë nevojë për më pak racione drithi në ditë dhe mund të ofrojnë gjithashtu shumë përfitime në dobi të organizmit tuaj. Buka mund të ofrojë edhe një zgjidhje mjaft të mirë për organizmin. Gjithashtu, buka e thekur mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë, sidomos për diabetikët. Sipas të dhënave, buka e thekur ka 2 vlera të mëdha për njerëzit që vuajnë nga diabeti. Ajo ul nivelin e indeksit të glicemisë dhe sasisë së yndyrnave tek buka. Normalisht njerëzit që vuajnë nga diabeti ose ato që përpiqen të bien nga pesha nuk duhet të konsumojnë bukë, por të gjithë duhet të konsumojnë edhe nivelet të duhura të drithrave në ditë. Buka e thekur përmban një sasi të konsiderueshme të yndyrnave, por të dhënat tregojnë se thekja përmban yndyrnat që ulen ndjeshëm. Gjithashtu, buka e thekur është një ndihmë shumë e mirë për tretjen. Buka e thekur ju vjen në ndihmë njerëzve që vuajnë nga problemet siç është tretja. Buka e thekur, banani, orizi dhe salcat e mollës janë produktet të rekomanduara kryesisht edhe kundër diarresë. Buka e thekur do ju jap më shumë energji për trupin. Buka e thekur është e pasur me nisteshte e cila ofron energji. Kjo e fundit është domosdoshme për organizmin që mund të ofrojë një punë më të mirë edhe për shëndetin tuaj ushqyes. Ai mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.